Gluaja më e fuqishme e Kosovës, gluaja e parë në krye të një shteti ballkanik, me mbështetjen më të madhe në historinë e kuvendit të Kosovës, por edhe atë ndërkombëtare, zonja Atifete Jahjaga, e sapo kthyer nga sesioni 67 i Kombeve të Bashkuara, në një intervistë ekskluzive për gazetaren Sonila Meço, tregon për vizionin e saj mbi të ardhmen e Kosovës, sfidat, mundësitë dhe përpjekjet në një moment të rëndësishëm të përkufizimit të Kosovës të së nesërmes, agenda e takimeve në New York, shtrëngimi munguar i duarve me presidentin serb Nikolić, zhurma mbi faturat e kripura të kësaj vizite, por edhe momenti historik i përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë dhe nisjes së dialogut me Serbinë. Zonja Jahjaga mendon se nisja e dialogut duhet të bëhet në funksion të normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Ne do të bisedojmë me Serbinë, sikurse që bisedojmë dhe dialogojmë me secilin shtet tjetër dhe si shtet sovran dhe si shtet e pavarur, me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve dhe me qëllim të arritjes së marrëveshjeve të shumta bilaterale në mes të dyja shteteve. A do të jetë veriu pjesë e bisedimeve Prishtinë e Beograd zyrtar? Dhe a ka qeveria e Kosovës një strategji për veriun, cilat janë vijat e kuqe që përcaktojnë qëndrimin e Prishtinës zyrtare? Çështja e veriut dhe asnjë çështje e brendshme në asnjë moment nuk do të jetë e pjesë e bisedimeve me asnjë delegacion tjetër, me asnjë shtet tjetër e aq më pak edhe me Serbinë. Presidentja e Kosovës flet gjithashtu edhe për datat e mundshme të nisjes së dialogut, ndikimin që ka situata e brendshme politike në ecurinë e tij, dosjet e bujshme dhe betejë për pushtet. Ajo i përgjigjet akuzave për heshtje të gjatë ndaj momentit politik në vend, kërkesave për ndërheqje, duke përjashtuar këtë të fundit si opsion. Marrëveshja politike në asnjë moment dhe në asnjë rast nuk ka parapatur ndërheqjen e presidentit aktual, pas përfundimit të gjitha reformave kushtetuese, pas përfundimit të gjitha reformave ligjore, presidenti i vendit do të zgjidhet me votën e drejtë për drejtë të popullit. Si e përballon presionin politik dhe akuzat mediatike që nuk kanë kursyer edhe bashkëshortin e saj? Bashkëshorti im Astrid Kuqi, që është stomatolog me profesion, nuk gëzon asnjë privilegj. Zonja Jahjaga reflekton mbi nivelin e marrëdhënieve Kosovë-Shqipëri pas vizitës së presidentit Nishani dhe rëndësinë e këtyre raporteve në suazën e 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar. Intervista i paraprin samitit të ndërkombëtar të gruas, që zhvillohet në datat 4 deri në 6 tetor dhe rikthen në Kosovë Albright, ish sekretaren amerikane të shtetit, që së bashku me presidentin Clinton kontribua në dhënien fund të genocidit serb. Çfarë pret Kosova më 10 tetor dhe sa i vështirë është rrugtimi i saj drejt Europës? Sonte në mbrëmje në ora 20, presidentja e shtetit të ri ballkanik, zonja Atifete Jahjaga, në një intervistë ekskluzive për ABC News, dhënë gazetares Sonila Meço.